Si kanë mbetur obligim 5 kohët e namazit gjatë një dite, gjatë 24 orëve? Atëherë i është obliguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam falja e 50 kohëve të namazit. Mirë po, sikur se përshkruhet në detajet e atij udhëtimi, kur ka kaluar ka Musai a.s. i cili ka qenë një prej pejgamberëve që ka qenë më herët para Muhamedit a.s. ai e pyeti se ç'të dhuroi Allahu fuqiplot ty në këtë udhëtim. Ai tha, Allahu më dhuroi namazin, të cilin më obligoi që unë dhe pasuesit e mi ta falin 50 herë gjatë ditës dhe natës. Musai a.s. i tha se kjo është e vështirë për ty, nga se unë kam përvojë me njerëzit dhe e di se ata sigurisht se do ta përjetojnë një rand një gjatë të tillë, andaj ktheu tek Allahu dhe kërko që ta lehtësoj ty dhe umetit tënd një gjatë të tillë. Ai u kthye dhe vazhdimisht duke u lehtësuar nga 5 derisa arriti në gjendjen përfundimtare që është 5 kohët e namazit, dhe Allahu shpalli dhe proklamoi se fjalat tek unë nuk ndëron, ato janë për juve 5, ndërsa për mua janë 50, që do të thotë se nëse i fal 5 kohët e namazit, shpërblimi do të jetë sikur se të falen 50 kohë.